Durimi nuk është thjesht të heshtësh kur të lëndojnë, por të flasësh me zemrën tënde e t'i thuash: Allahu është me mua. Kur çdo gjë duket e ngadalt, kur pritja të djeg, kujto se çdo vonesë është përgatitje, jo dënim. Allahu nuk harron. Ai thjesht e di se kur zemra jote është gati për atë që kërkon.